Vendimi të vetingut vjerit tuaj që e ketë kopsitur deklaratën e pasurisë? Unë mendoj që... Ti personalisht i përmendur aty. Urdo? Ti personalisht i përmendur të vendimi vjerit tuaj. Jo, s'është e vërtet, në mënyrën si ju e thoni. I e përmendur pra? Si Unë jam përmend që jam se i personi lidhur. Po, e pra. Po kaq. Kështu që do përmendesh prapë edhe. Patjetër. Tani do ndodhi e kundërta, deklarata juaj do përmendet vjerit. Po ta përmendin. Po pra, po mos do i prishësh punën kanë fjalën vjerit, familjes. Si punë su prishëm atë? Se vendim vetingu, me thënë drejtë, nuk është. Se çfarë ka i vendim vetingu? Ka shumë probleme. Ata edhe një herë, ja po ta shpjegoj unë. Kushdo në jetë ka shkel një ligj të kësaj republike, të mbaj përgjegjësi për para ligjit. Unë, Adriatik Llapa, mbaj përgjegjësi për veten time nga mëngjesi deri në darkë dhe përgjigjem për veten time. Kështu që nëse dikush ka shkel ligjin, mbaj përgjegjësi. Unë përgjigjem për rrugën time në jetë. Në rregull? Jo, patjetër. Mund të ma sqarosh pak më njanë të lutem, sepse sapo the një gjë, përmende vetingun. Se nuk është normale, sepse për hir vërtetës tash këto janë gjëra që duhet me jetën në konfidencë, se duhet jemi realistë. Ka dhe i fare etike në komunikim. Por si do qoftë, në vendimin e vetingut të vjerit të tikut, në fund ka gjetje që nuk janë të mira. Fjala është për deklarim të pasakt, për fshehje pasurie, për transformime në vendimarrje në vendimeve të gjykatës, përmendet zyra, shtesa kati. Po ku do të dalësh? Ku përmendet edhe tiku, edhe për fat keq edhe babai i tikut, për cilun kam shumë respekt, nuk e di në çfarë thana, dikush më ka folë mirë për të. Dhe ablen ti themi dy fjalë mirë edhe për babain tuaj, pavarësisht se e përdoren politikë, me thonë drejtën, edhe nuk ta pati këtë borxh, po... Se përdora unë, ne zgjodhëm një formulë... S'përdoret baba tikut. Ne zgjodhëm një formulë për gjithë kandidatët... Po që formulë që pun kishte babai, shkret tani babai. Babajn ti e ke shkret babai. Realisht. Po mirë, okej. Dhe kjo është një gjë që nuk... E kanë shpjeguar, po themi, këtë formulë që kanë zgjedhur. Ai vendim i vetingut, me thonë drejtën, është shumë problematik. Për vjerrin apo për Adriatikun vetë? Një rrot për vjerrin, sepse sipas standardit duhet ketë një hetim penal. Po, t'ja bëjnë, rregull, për rregull, s'ka problem. T'ja bëjnë, thotë... Do më është dakord të vjerë jotë, po s'ka problem në këtë. Tani ç'a të bëjmë? Nuk ka shantazh. Pse shantazh? Po ka shkel ligjin te vendi dhe ai. Okej. Ç'a do të shantazhoj mua shoqëria për vjerrin? Jo, absolutisht nuk është çështje shantazhi shoqëria. Unë eci përpara, është çështje ndarje. Unë eci përpara dhe respektoj ligjin e Republikës Shqipërisë si Adriatik Llapaj. Pa keni përfituar ju si? Po në ato raste kur ju si avokat keni përfituar nga... Zero. Sipas vendimit vetingut. Zero. Tash se nuk do hyj në debat teknik, Zero. Më thuaj një gjë dhe unë ta them. Tash faqja 42 e atij vendimi ishte faqja 42. Që thot? Do ta lexoj. Ma lexo. Po mirë, po duhet vetëm lejo ta hap pak se. Kupton se nuk është etike, nuk besoj që është etike do hyjë këtë debat. Po jo më thuaj çka kanë përfituar. Mund ta përmbledhësh më njanë të lutem. Faqja 42. Po. Zyra që keni patur në Sarand, është e vjerrit tuaj? Sipas vendimit vetingut? Jo, unë kam punuar gjithmonë në Tiranë. Në rregull, po vendimi i vetingut të thotë të gjë. Jo. E dyta, një vendim gjykate në lidhje me një proces kthimi tokë, kthimi pronash. Nëse do qeje vjerrit, ç'a problemi kish këtu? Jo, unë s'po them gjë. Ja e kam pas vjerrun atë. Unë para thashit mos hym në detaj. Jo, ma thuj se të sigur. Vjerri juaj kishte deklaruar aty që një pjesë pasurisë e kishte lënë dhe gocës, që sot është bashkëshortja juaj që kishte qenë në moshën 8 vjeçare, janë në vetim të gjitha. E kupton? Para thashit mos hym në këto detaje. Hyr. Dhe mirë, do hyn ata që e kanë për detyrë. Unë po them ajo përgatit ti, se që do hyn. I qetë more sa... Në qoftë të qetë janë gjithë kështu, e kupton, po kur vjen deklarata nuk është më... Ri qetë fare, mos e vrim. Jo, unë absolutisht jam shumë i qetë. Deklarata do jetë speciale e deklaruar me gjithçka, po gjetë ndonjë gjë që e kam jashtë ligjit. Kush është kompania me emrin S, ku ke punuar, që thot vjerri juaj, i thot pyet vetimit. Ç'rëndsi ka? Kompania me emrin S, me inicialin S? Po pse duhet? Po më kot për kuriozitet, për transparencë, ke punuar diku sepse në atë kompani ditën punoje kësaj, në natën isha avokat. Po çfarë problemi ka? Ajo thot, unë kam dhënë, po patjetër kam një avokat, jep konsulencë, ju keni dhënë konsulencë. Jo, në rregull. Do me them një avokat. Jo, nuk jap konsulencë për një punë tjetër. Për kë punë tjetër? Kam një punë full time. Po, nuk bëj konsulencë patjetër. Unë bëj paralel shumë punë. Sepse duhet të japësh nipti në atë pastaj. Ti e di që nuk funksionon. Ose na thuaj se formula se di. Patjetër shërbim avokatie, pra përfaqësim ligjor. Kur je avokat, po jo kur je në një punë të bën avokatin. Të jesh në një punë do të thosh të jetë i siguruar në atë punë. Po, unë nuk kam qenë i siguruar në asnjë punë veçse. Te kjo soja që duhet të jetë Sorosi,
keni punuar, sipas vjerrit tuaj. Sipas të vërtetës, unë jam njeri që kam dhënë shërbime për atë fondacion dhe kjo është e vërtetë si avokat. Çka ka? Jo, shumë mirë ke bërë, more, dakord. Po thjesht dera ta di, apo pse kishe Me kompleks që me ishte me vonë. inicial, ishte me inicial. Okej, kuptova. Kaq Ju me ata keni pas në marrëdhënie ndonjë? Kush? Ju keni pas marrëdhënie me ata? Unë e du Sorosin, ndaj s'kam ndonjë problem me Ke këtë. pas punë me Sorosin ti me? Unë e du fort, mo. S'kam ndonjë problem me këtë. Në rregull. Vazhdojmë. Se po e trajton si kur. Jo, s'kam ndonjë gjë, po me që e fshehin, thash, edhe ti kishe kompleks, pra ne të pyeta. Fare kompleks. E ta thash unë, se ti se Po po. fare mos kompleks, çka kompleksi, po kjo është si ka një tendenciozitet të pa kuptim. Jo, tendencioziteti është i publikut, se këtu thotë po fush Sorosi sot, të shpjegosh ka një pjesë e shoqërisë, po i the Sorosi, vdesin. Ideja është